Partia Socialiste ka fituar bindshëm në qarkun e Firit, ku pas përfundimit të numërimit të votave për subjektet politike ka marrë mbi 97.000 vota ose 62.8%. Duke shënuar një diferencë të thellë me koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila ka marrë mbi 39.000 vota ose 25.4%, që do të përkthejë në 4 mandate nga 7 që kishte 4 vite më parë. Socialistët sigurojnë 12 mandate duke i marrë 3 PD-s nga zgjedhjet e 2021-shit, teksa presin rezultatin e votave të Mërgatës. Për kandidatët e preferuar, numërimi nuk ka mbaruar ende, por Belinda Balluku, Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Erion Mile dhe Ana Nako janë në listë mbyllur dhe automatikisht fitojnë mandatin. Duke ditur që ky qark nxjerr 16 deputet, me këtë rezultat Partia Demokratike humbet një mandat të listës së mbyllur, i cili është Eduard Sharka. Në parlament nga demokratët do të shkojnë Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Axhiu dhe Sajmir Korreshi. Në vend të tretë renditet koalicioni Nisma Shqipëria B të Adriatik Lapajt me 4.5% të votave, ndjekur nga Partia Mundësia e Shehajt me 2.5%, Partia Social-Demokrate e Tom Doshit me 1.5% dhe Lëvizja Bashke e Arlind Qorit me mbi 1% të votave.